Me gjithë se tash është vjesht e vonë edhe i keni me hek perime dhe me thonë thuja të fundit, tash është koha ma shumë për këtë sallatën mix të përzirë ose ma herët i kanë thonë sallatë ruse. Tash kem domatet e gjelbërta, spec, karrot edhe lakër të bardhë. Dhe me thonë këtu shkojmë tu i pastru, tu i gri edhe ju të regujmë që shi palujna dhe që shkon procedura. Shkojmë duke gri lakrën sepse qëtu i ndalë në bërë ma mirë në hapsirë. E grim lakrën dhe me thonë kështu shkojmë duke gri. I grim lakrat edhe domatet i kena grim. Kena grim spicët. Ashtu tashti ja bojna edhe venin për karrota. Shini edhe karrotat. Gradualisht ja qes edhe karrotat sepse tash ja qes këtu 2 lugë kryp. Edhe tamine një gisht ufull, dhe me thonë 100 ml ufull për fillim. Shkojna duke ja bo një përzirje të thellë, me thonë përzirje një bojna tu gjithmonë du të më shku të qitë një jenë të madhe, sepse na ta shkojmë duke i përzi. Shkoj me përzirje qështu. Kena ja këtjena aty e bon përzirje në këtu e për thellë. Jo po si qëtëm 2 lugë kryp këtu. Edhe 100 ml ufull 9%. Edhe shkojmë duke i përzirë. Përzirje dhe të një bon shumë. Shemë më bon krejt në kështu. Sepse na tash dimrit gati ma mirë që kjo salat ka të hojna gjithë, të ka më bona i salat tjetër, sepse këtu janë tama sezonale, kurse atu nuk janë sezonale. Tash i lojna qështu për një 10-15 minuta, edhe shkojmë të qitë në kavanozë, një qita edhe një pjesë, dhe më thonë këtë tjetër një, sepse në thashtë du të posë hapësirë për shkak që duhet një bo përzirje në shumë. Tash i lom, tash një 10-15 minuta qështu. Do është ta më të regu që këtu e kena vlujt, dhe ja kem fillu me qitë kripin, një lugë e kom qitë 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 18 lukë kryp, sepse i kem qitë edhe një 3 këtu në për 2 këtu në këtinën e modhe edhe në tjetër një 3. Unë doshta një të regu në qufë se i shkon vetëm lakën, pa karrot, pa spesa, pa domate, i shku vetëm uj edhe kryp, uj i val edhe kryp, kurse tash jashtojmë një vena brana në konzervan. Ma mirë unë që të regoj se tjetra që nuk të regojnë heq, ju prishe turshia, e gjuhë turshien edhe u kry. Sepse qofse s'përdurin që tu ki spet dhe monte karrot ato këto, përdurin ufull që është insektile zën edhe është 80%. Ajo, jo që ta prish luktën, po mishin tuk ta qetë. Tash ja bojna një përzirje, 100 ml ufull edhe 100 e qesim, heq ma. S'kemi ujë ma shumë. Ne bojmë një përzirje. Janë të sterilizuara edhe shkojmë duke i mush. Në më thonë, qështu që edhe i ranojmë kapakat i mushëm. I ranojmë sepse lakrat shkojnë për pjetë ku ja qetujt, po normal që duhet me këqyrë edhe maset të mbyllsh njëherë, qofë se ju ka shkojt e poshtë ja qitë edhe thakuj. Tash shkojt duke i qitë lakrat, me këtë farë sallatën edhe duke i ranuar qështu. Shkojnë qështu duke mush. Nashta është pak zhurëm që jem natyrë, po tash dashta mi tregu që ujt e kom vlu. Ja qetëm krypin e natyrë ju e patë dhe shkojmë duke ja qitujt me kavanoza. Dhe me thonë, ja qisim ujt. Kjo dhe pse vjen mrena 4 ditë, nëse në ujt valë, nuk kem nevoj me konsumu ose me hangër para 2 jave, për shkak që ja qita një konzervan dhe një vena bran. Unë ju thash, e keni recetën aty të laknat me rasoj si është ajo burja vogël, aty ka vetëm lakna, ujë edhe krip. Në shofë se ju bën dëm kjo salat, s'doni mi qitë konzervanër dhe në bran, e bëni veç me lakën të barë, si kur e kum bon taj receta që është me burët vogël, në atë recetës lakna rasoj, i merë një grini lakrat, qit një lakna ka i fi, ose përzini një jenë me pak, me një lukë kryp ose 2, shkën duke i palu edhe i ranën, shtu e vlën ujt, me krep edhe ja gjumë, dhe me thonë edhe normal që duhet mi ranu për mi me dishka. Sepse që ato lakna që dalin mi uj, ato mujnë edhe më prish. Ta shkujna duke i mbyllë, sepse na i kryjnë. Këtu na kam i pak lënk lakna, mujnë ja qitë ka pak. Dhe i mbyllim. Kështu që
I mbyllim këtu. Na I kryjm sallatën me lakur të bardhë, domate, spec, sëmburg. Unë nuk ju qes tranguj, sepse tranguj kur ju qet, ju vjeni farire ju qaq e mirë. Edhe kështu që I përfundum. Faleminderit për shikimin e kësaj video, na bëni like dhe subscribe, edhe na komentoni me komentet e mira.